rritën LDK-n. Rezultati është fantastik. 3 herë avazi. Ore të pabarabartë me blerje masive të votave. Kryme të ri që kemi ndërtuar së bashku e Vjosa Osmani. 44 është në nivel vendi, të shohim tash numrin e votave nga mbargata që vinë. Në bazë të gjitha projekcioneve, koalicioni vetë vendosja i kanë votat e mjaftueshme që vetë me bë prapë qeverinë e radhës. Shihemi në sheshin e fitores edhe për gëzime për gjithë juve që e keni ndjekur. Kjo është një, të thotë, qysh me thonë, një preludiju që nuk do të thotë që do të jetë i vërtetë, unë jam i bindën, po pyetja juve është suggestive. Jo, kryeministri do të thyrë para një muaji, ka para një muaj të shkojmë në zgjedhje, pas zgjedhje. Unë nuk e di, unë jam i bindun që vendit nuk do të shkon në zgjedhje, edhe përfundimisht unë mendoj që në skenën politike duhet me u rikthy racionalitetit edhe leximit të rezultatit zgjedhor. Prap koalicioni vetëvendosës dhe Albin Kurti ka fituar besimin e qytetarëve për të qenë kryeministri i vendit. Për tjerat deklarohet kryeministri Kurti. Dul ky rezultat sot. Rezultati është fantastik. 3 herë avazi. Për një vit e diçka ne kemi fituar. Rezultati është fantastik, është shumë i bukur. Përkundër kësaj gare të pabarabartë me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Është lehtësisht e ditur që me këto kriza të vazhdueshme, ky pushtet i ka lodhur qytetarët dhe kjo mos pjesëmarrje është mesazh politik që duhet të merret seriozisht nga të gjithë ne e posaçërisht nga ky pushtet abuziv. Ne do të presim rezultatin përfundimtar, e presim numrimin e plotë të votave dhe më pas do t'i bëjmë publike qëndrimet tona. Qeveria e Albin Kurtit prodhoi zhgënjim të madh qytetar dhe kriza të vazhdueshme. Kjo keqeverisje rezultoi me këtë protestë zgjedhore, sepse mosdoja e rreth 200.000 votuesve tregon zhgënjim të jashtëzakonshëm qytetar. Gara ishte pabarabartë dhe sigur të mos bënte blerje masive të votës përmes qindra miliona eurove të shpërndara me premtime për punësim, kërcënime ndaj punonjësve shtetëror, me miliona euro për bileta për diasporën dhe keqpërdorim të resurseve shtetërore. Ky njeri do të pësonte fiasko dhe më të thellë politike. Rritën LDK-n apo bazën elektorale për 34%, apo tani jemi në 20 mandate, apo me 5% që është rritja më e madhe që ka pasur cili do subjekt politik që ka garuar në këto zgjedhje. Natyrisht që ky është vetëm hapi i parë drejt ringritjes, por kjo rritje na jep shpresë se jemi në rrugë të drejtë dhe edhe me shumë më shumë punë në terren e afër qytetarëve tonë, besoj që LDK-ja do të vazhdojë të ringritet edhe në muajt e vitit në vijim. Edhe njëherë kjo ka dëshmuar fuqinë e demokracisë në vendin tonë, edhe pse siç u pa kësaj radhe pjesëmarrja ishte relativisht më e ulët në krahasim me proceset e tjera dhe kjo është krejtësisht normale, duke ditur që qytetarët janë lodhur me procese zgjedhore dhe me krizat e pafundme, që është arsyeja pse që nga nesër gjithë angazhimin ton do ta fokusojmë që t'i japim vendit institucione, mënyrë që urgjentisht të ndërmerren hapa që e nxjerrin Kosovën nga kriza dhe i ndihmojnë vendit që të arrijë suksese si për brenda ashtu edhe të fuqizohet jashtë. Qytetari nëpërmjet votës së vet ka ndihmuar që të ribalansohet skena politike, nëpërmjet votës së vet i ka ndihmuar demokracisë, që ka qenë pikrisht thirrja jonë për gjatë kësaj fushate dhe siç e tha edhe kryetari i LDK-s njëkohësisht ka ndihmuar që të refuzohet përçarja dhe të pranohet koncepti i bashkimit si vizion i cili duhet të qohet përpara edhe nga ne, por edhe nga gjithë qytetarët e Kosovës. Qytetarët tonë folën me votë, folën lirshëm, folën qetë, demokratikisht, edhe në një rajon që njeh shumë tensione zgjedhore, Republika e Kosovës dëshmoi edhe një herë prekuri demokratike. Për këtë meritoni falënderim të dashur qytetar,
që me pjesëmarrjen tuaj, me sjelljen tuaj, bët këtë ditë një festë të demokracisë Kosovës. Një falënderim shumë të veçantë dua t'i shprehi dhe institucioneve përgjithëse për mbajtjen e procesit zgjedhor rreth par Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, administratën zgjedhore, Policinë e Kosovës, komisionerët vëzhguesit dhe gjithë ata që kontribuan që qytetarët tanë të ushtrojnë drejtën e tyre demokratike në rend qetësi dhe me siguri. Demokracia e Kosovës forcohet pikërisht në ditë si kjo, ditë zgjedhore, kur vullneti qytetar respektohet dhe institucionet funksionojnë. Po në veçanti, du t'i falenderoj mbështetësit dhe votuesit e lidhjes demokratike të Kosovës. Secilin qytetar që besoj tek ne, që na dha mbështetje, që gjatë këtyre javëve na hapi derën, na dha dorën, na dha zemrën dhe mbi të gjitha na dha besimin. Ky rezultat i sonetëm është reflektim i një bashkimi të madh, njerëzor e politik. Është rezultati një fryme të re që e kemi ndërtuar së bashku e Vjosa Osmanin. Është rezultati punës së jashtëzakonshme dhe të palodhshme poshtë të strukturave tona, të kryetarëve degëve, aktivistëve, grave, trimve, kandidatëve tanë, të 110 kandidatëve, komisionerëve vëzhguesve që ruajtën votën dhe mbi të gjitha qytetarëve që donin ndryshim në Kosovë.